Të mbash ekonominë e shtëpisë në një familje i besot edhe burrit edhe gruas, por si mendojnë shkodranët, kush e mban më mirë ekonominë e shtëpisë, burri apo gruaja? Gruaja mendoj. Të shkurbim dakord, kjo i bjen me majt unë. Gruaja man. Unë e di që burri e mban më mirë. Po gruaja e mban më mirë. Unë mendoj se gruaja. Gruaja patjetër. Gruaja mendoj vet, po edhe burrat ka sa do që e majnë. Gruaja. Por cilat janë arsyet që gratë mbajnë më mirë ekonominë e shtëpisë? Po, gruaja mendoj se është më e azhënuar me punë të shtëpisë. Gruaja normal, aja din me administru lekun e me majt llogarinë, me ditë çka ka shtëpia nevojë. Ka pas raste që jam pënu, nështë kam ledi që ma shtrajt që ja dasht me që dhe në fund mujin, por ja dalim bashkë. Po mendoj se burri është hallakat ma shumë. Kurse gruaja man më mirë. Gruaja ma kujdeshme, dietaj më bet. Gratë e majnë. Gruaja me ekonomi e kalon më mirë për çdo gjë, si ke bleri, si ke ushqimet, për çdo gjë gruaja është gjithçka në familje. Po mendoj se gratë janë çik më ekonomike. Sepse ama një koqire. Të varet prej zgjuarsisë. Prej zgjuarsisë, njënit apo tjetrit. Kur ka mirë kuptim dhe tolerancë mes burrit dhe gruas, edhe ekonomia është më e menaxhueshme në shtëpi.